Kjo është oda e pritjes për ngushëllime në Krushet Madhe, është afër xhamisë. Këtu janë mbledhur për ngushëllime për Shaban Sejfullahun, ndërsa tash në orën 12 është një varrim i djalit i ri vdek Rahim Ramadani i familjes Shaban Lahës, e në orën 12 është varrimi. Do është ndërtu afër xhamisë, në vend për ngushëllime e shumë për pamja për ngushëllime. Sot në orën 12 varroset i riu Rahim Ramadani, cili ka vdek pas një smundje shkurt, kalon pas vetës rrugën e 5 fëmijë. Është djali më të smaren të familjes Shaban Lahës. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Falënderimi qoftë Zotit Gjellëshanuhu, i cili në librin e tij të pastër ka thënë: çdo person do ta shijojë vdekjen e pastaj të ne keni për të kthyer. Bekimi dhe shpëtimi qoftë mbi Zotriun ton Muhammedin alayhi salam, në lidhje me të cilën është shpallur: vërtet ti do të vdesësh, por edhe ata do të vdesin. Bekimi dhe shpëtimi qoftë edhe mbi familjen dhe shokët e tij, të cilët kur u ndodhen në fatkeqësi, thonin: ne jemi të Zotit dhe te ai do të kthehemi. O Zoti ynë, mëshirona me Kur'anin e Kerim dhe na bën atë pres u rrëfyz dhe mëshirë. O me i mëshirë mëshirues. O Zot, se vapin e vituar të kësaj që e këndum nga Kur'ani i Kerimi, dërgoja dhurat shpirtit e Zotrisë dhe profetit ton Muhammed alayhi salam, shpirtrat e familjes dhe mbar shokëve të tij, dhe shpirtrat e besimtarëve, të gjallëve, të vdekurve, e posaçërisht shpirtit e këtij rahmetliut në këtë varr e në këtë vend. O Zot, bëre varrin e tij një kofsh prej kofshëve të xhenetit, e mos ja bën atë grop prej gropave të xhenemit. O Zot, përforcoje këtë me fjalën e vërtetë në jetën e gjithmonë, sikur që e ke përforcuar në këtë jetë, dhe bëre prej atyre për të cilët nuk do të ketë frikë as nuk do të dëshpërohen. O Zoti ynë, bëreja shpirtin e tij të gëzuar, mëkatet e tij të falura, veprat e tij të pranuara, dhe jepja librin e tij në dorë të djathtë, lehtësoja llogarinë dhe furnizoj me begatitë e xhenetit nga mëshira jote. O me i mëshirues. O Zot, mëshirona të vdekurit tanë, dhe na përfundo me besim jetën tonë me mëshirën tënde, o Krijuesi i gjithësisë. O Zoti ynë, vërtet ne kemi dëgjuar thirrsin duke ftuar. Beson në Zotin e juaj dhe ne besuam. O Zot, falna gjunahat tona, shlyna të këqija tona dhe merrna shpirtin me njerëz të mirë. Sadakallahu al-azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Gjemat, në emër të Muharremit, faleminderit për pjesëmarrjen e Zotit për vlerë të gjithëve. E pamja është 3 ditë, po ja bëni Allah dhe burrë këtë muaj. Rahimi ka qenë gjenerat e imja 78, edhe para një javë i paska lindë edhe një vajzë. Një në fund vit, po i kema dhe mërgjimtare tu edhe jeria dhe ka njerës shumë. Faleminderit Lani.
Det är några stycken.